Audio Jungle. Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse. Sot kam një epizod mjaft unik do të thoja, për shkak se kam një personazh që unë besoj që në momentin që do ta shihni ju gjithë do ta njihni. Ndoshta mund të mos e asocioni direkt me emrin e tij, por me figurën e tij është e pamundur. Sot kam një personazh që njihet për një frazë që ka ngel mendjen e gjithëve, cilën ai vetë do e thot, do e nisim me atë frazë edhe këtë episod podcasti. Sot me mua është Arben Bajraktaraj. Arben, faleminderit shumë që erdhe sot këtu në podcasti im. Mirë se u gjetë, Elion. Good luck. Bye. Good luck, po u bë aq e jashtëzakonshme kjo frazë dhe është e pamundur që të mos ju lidhin me Taken. Si ju duket kjo lidhja që ju bën direkt me Taken? A është një lloj fati si vet fraza apo është një lloj mallkimi? Dyja të bashkë. Jo, në vërtet për mu është vetëm ka qenë befasi. Befasi që ka hyrë në jetën e përditshme të njerëzve. Edhe është një gjë që na të i kalon krejt. Neve çfarë kemi bë. Po kur mas një duhet pas një 5 vjeç. Kisha xhiru një film tjetër me të njëjtin inxhinier Zani, ishim përfunduar xhirimin. Ishim në orat 5 mëngjesit, mas tona sa i mra me tona sa dhe shpapën. Lutem ma po tha edhe një herë. Do të thonë thjesht po ka qenë gjësi, ka qenë punë interesante, ka qenë punë shumë interesante me Pierre Morel, që kam bërë një film tjetër më andaj me ta. Edhe ai më tha pa. Ma thua vetë tash pall. Imagjino kur figura të tilla ata kërkojnë, do të thënë figura që janë të njohura në industrinë e filmit, në industrinë kinematografike, do të thënë kellon një gjurmë pashlyeshme. Nuk e di, nuk na edhe një herë do të është një gjë që na te kalon neve, po para së gjithash ka pas diçka që ka pas ndodhur vërtet jo në atë moment, jo në atë në skenën tjetër matutje. Kur kemi punuar, se kemi pas punuar në vazhdimsi. Edhe ka pas një lloj vërtetësie, tash s'po hip ma thellë. Ma thellë ç'a me lyp, ç'ash me gjet. I kemi mshu punës, se ku më ka thonë Liam Neesoni, thash, come on man, spit on me, se kishim bë gati pështymen për mja gjujt pështymen atje, mos mja gjujt pështymen e vërtet. Edhe shku më tha, hajt burrë edhe pështym, edhe kur kemi lujt bashkë, domethënë ka qenë më vërtet një punë, domethënë gati si sken teatri, që është rrallë në film. Edhe krymat, por për neve ka qenë vetëm krijim ndërtim, por ka qenë edhe i bashkëpunimi i mirë fjallët. Domethënë pa shibla. Shkojmë, punojmë, hyjmë, me zemër, me shpirt, edhe me edhe aspekti fizik, atë është në punë. Se masanaj gjërat tjera, dini se gjërat tjera vinë edhe shkojnë, po janë disa momente bitëm më kujtohet se kjo skripta, dini çfarë është pozita e skriptës në film? Zakonisht janë vajza, nuk e di për çka, gjithmonë çato pozi kanë vajza, që verifikojnë çdo detaj në një kuadër me tjetrin. A rakordohet, a ka pas ndonjë, po. Ato rakordojnë edhe masin edhe sa atëherë gjironi mendë me shirit. Sa ka ngel, sa metra ka ngel për më xhiru, edhe pas kanë pa ngel shumë pak, edhe gjatë ajo ka qenë stazhiere në atë kohë, domethënë ka qenë tu mësu. Edhe e ka validu, domethënë, duke e ditë që mundet me zgjata pak më tepër skenën, ishte ndalë shiritje, na kishim lujt kot. Është diçka, po. Ta e mbajnë mand atë se harroj kur atë ditë, domethënë se më ka ngre vesh. Nevja domethënë që e ka thonë po, o dash me thonë përpara pritni ta mbushim kamerën, e ndrojmë shiritjen dhe mos andaj vën. Wow. Janë elemente përbanësore se filmi është ndërtim kolektiv. Stanley Kubrick. Stanley ka pas thonë ku unë filmin e kam kry, kur i kam zgjedh njerëzit. Fix. Nuk është tamam qashtu, po i afrohet shumë. Po sjellë deri te krijimi i kësaj fraze, jam shumë kurioz pse zgjedhët pikërisht good luck, pse zgjedhët pikërisht me fat. Ka qenë skenaristët. Ka qenë skenaristët që e kanë shkruajtur, domethënë një kontrat kuptojmë është film aksioni, dhe është punchline. Po, se ka ironi. Ka ironia, ka cinizëm. Dhe
ka qenë skenaristët, po. Ne vetëm kemi qenë, po është mandej është toni, tonaliteti që e jap. Aty është ajo, Identifiki. aty ku lëvrojmë ne. Fiks, po si erdhi deri tek ky rol, domethënë si u ftuat për këtë rol? Jam shumë kurioz di se si arritët deri tek ky film që është një nga filmat më të njohur, do të thoya sidomos edhe në vendet shqiptare tani gjithë e njohin si film. Ndoshta edhe për vetë faktin se shqiptarët janë personazhet kryesor, themi. Po, unë nuk e kam ditë kur e kam bërë casting. Ka pas thjesht audicion. E di që audicioni ka qenë jo vetëm në Paris, ka qenë po ashtu edhe në Los Angeles dhe New York, më duket se më ka treguar më së ndaj. Nëse s'ka rëndësi shumë se ka qenë punë e dërgjesh, thjesht kam bërë audicion, kam qenë i përzgjedhur dhe kaq. Po nuk e kam pas skenarin. Kur e kam pas skenarin, më erdhi ide të shtume po. Mandej e mendova. E kam menduar. Për 2 sekonda. Po kap telefonin, kam bërë gati, kam dashur të thirr agjentën. Agjenta ime ka qenë shtatzan, kujtohet si sot. E thash, një film, ne jam një sonë, bashkë Spaku, se nuk është fare problem për ta për një aktor që e lun atë rol. Domethënë, është problemi më i vogël për ta, domethënë, tek i fundit kisha ardhur një kushdo qoftë, domethënë, s'është problem se ta Fiks. Është okay. Ne që do mundohem të jap atij roli një vërtetësinë timen. E gjej atë vërtetësinë, është. E din që kanë më shajt njerëzit, kjo është sigurt. Ama do japi një gjallë që mund t'ja jap unë. Është e mirë e keq, nuk e di. Kjo ka qenë një lloj, si më thon, si lloj si sfide. Se pastaj më vonë, në raste të tjera më ka ndodhur me refuzuar role, për arsye të tjera. Por ka pas edhe bashkëpunime të tjera shumë më të rrezikshme. Por ka një diçka që kur rrezikon edhe vetë trupi ka me qenë ndryshe. Se jenë teh. E kur jenë teh, lëviz më nësh, jep më nësh çdo gjaje. Kështu që po, për mua edhe në atë kohë ka qenë mos harroni se në atë kohë unë dilsha për Harry Potterit. Domethënë, kisha nis një lloj rrugtimi. Kështu që edhe ata vetë janë çuditë se si ka ecë filmi, domethënë. Edhe pati efekt dhe kundër efekt, se njerëzit thonë, imazhet janë, por nuk e imagjinoni. Kur hyni në jetën e përditshme, domethënë, shkoj aq larg, sa pas shumë njerëz që simpatizonin me personazhin tam. Edhe kjo ka qenë pa besueshme, ta s'kam mujt as vetë me besu. Ku ka ardhur vetë shit, nuk e di, gjithë policët francez sistematikisht sa më jojnë dojnë foto. Edhe u bëre antidot për sa duket. Edhe ky që punon në ambasadë Francës këtu, do të që merret me këto punë të policisë, gjendarmerisë, edhe kështu me njëherë hajde foto. Ka hinë jetën e tyre, do të thonë jetën e policëve dhe jetën e banditëve. Je bë figure pa kontestueshme. Do të thënë tash njerëz, sado që personazhi që e ke luajt ka qenë personazh negativ, prap e krijove një imazh kaq pozitiv vet. Edhe nuk është as çështje pozitiviteti, por është çështje atraktiviteti. Do të thonë atraktiviteti, do të thonë që nuk e din pse, qysh. Dhe plus personazhi nuk është e ka pas kush e di se çfarë 4 ditë gjerimi kam pas aty. Nuk ka qenë rol bartës. Po njerëzit e mojnë mend. Kaq. Ky është ai shënimi që mundohemi në këtë me batën kohën. Ka herë huqim krejt. Ke në ekran që aty edhe s'pa kurkush. E kupton? Po, mandana është puna energjike, unë jam shumë, nuk e di sa e njihni. Arton. Nuk është vetëm psikologjizmi, nuk është vetëm është ana mendësore. Duhet mi hap rrymat
me u lidh me sene që janë pak më larg se na. Fiks. Mu lidh pak me krejt çka e përbën ADN-in ton, gjenetikën ton. Kjo do thot mu lidh me të parë ton. Në një mënyrë të pavetëdijshme, që është pak më vështirë. Edhe janë gjithashtu përgatitur veç sa me hap trupin, me lënë disponim. Nuk është me shku drejt rolit, por me edhe rolin me himrana. Është proces, është s'po hi shumë në teknicitetin e kësaj gjaje, po. Po gjithsesi ai rol që e kishit ju ishte vendimtar, do të thoja, sepse është momenti kyç kur edhe kidnapohet vajza e Liam Neeson në atë film, edhe ai mesazh ka ngel mendin e njerëzve sepse është gjithë filmi sillet rreth atij mesazhi. Gjithë filmi sillet rreth këtij mesazhi që pastaj u përkthye edhe në shqip, edhe kur përkthehet, domethënë ajo skena ku ju i takoni Një kolegë po. ku i takon edhe ata kolegët tjerë, përkthehet fjala me fat. Edhe prandaj unë ju pyeta se a ka qenë kjo frazë me fat për juve si Arben. Për zotin, si me thonë, ja me fat ka qenë, po. Do me thonë me fat. Ka qenë thjesht më ka t'i kalu krejt. Unë për veti masanaj, nuk është disa gjana njeri i mban, ndoshta më shumë mend, ose ti kujtojnë më shumë, se nuk është i mban më shumë mend se disa gjana tjera, po. Por mu ka qenë vetëm një nga, si më thonë, që po rreth 100 role, tash valla nuk e di as vetë. Bëhet tërkus edhe kujtesa bëhet tërkus në moment. Po vazhdon me u identifiku prapë edhe me atë rol. Po, përmendet prapë një rast në Singapur që ju ka ndodhur që edhe po, aty. isha në avion, thjesht isha në avion edhe nga e lodhja rrugtimi i gjatë, vish kur po më vjen një gotë shampanjë dhe po më bën nga i stjuardi. Good luck. Ju identifikoj me njerë, a? Po, më ka ndodhur që më identifikojnë, më ka ndodhur edhe në New York në rrugë. Ku pe din tha. Edhe në vende të ndryshme. Nëse s'ka rëndësi, po ky identifikimi se varet edhe nga rolet, për shembull në Francë më ndodh më identifikojnë për diçka tjetër. Nganjëherë. Është edhe një seri që kemi bënë në hapësirë, që është misioni, për shembull disa njerëz më identifikojnë me atë rol. Në hapësirën e Ballkanit për shembull më shumë më identifikojnë me rolin e Besa, të seria. Ku ta di unë. Tek e fundit publiku identifikohet vetvetiu me diçka që ndoshta i flet. Edhe njerë, domethënë për ne është më shumë vetëm tërsi, është një gjë, po. Po si është kur aktron me aktor të nivelit tillë si Liam Neeson? Si është bashkëpunosh me aktor tillë? Ju e përmendët që skena që e keni realizu, domethënë ku ai aty ju lidh dhe është shumë dinamike ajo pjesë, pas ka qenë tjetë reale, domethënë pas ka qenë aq dinamike, aq reale që njerëzit që janë jashtë ekranit nuk e besojnë që mund të jetë deri aty kaq reale. Po, vërtet puna me Shimili Yaman, ose Gary Oldman, ose Helena Bonham Carter, ose Alan Rickman, ose kam pas fat, Ralph Fiennes, se kam pas fat me punu me aktorë të mrekullueshëm. Ose edhe tjerë, edhe në Evropë tani kam punu për shembull Michelle Yeoh, që do të dalë pak se ka me dalë besoj nga fundi i vitit. Është shumë e thjeshtë se sa që mendohet. Por ka një gjë, vetvetiu, kur mundohesh me kapat ai fikti vërtetësisë për më kap tamam, e ka një marifet që nuk mundesh më me ik. Se po ik e shihet më njerë, kamera ka shumë të bukur, kamera shef gjithçka. S'mundesh më shef asnjë gjë. Është reagimi më njerëzshëm. Kam pas fatin si me Gerin, ose edhe me Liam Neeson, thoshin s'di, a e dini, po zakonisht ata nuk rrinin kundër replik. Vjen një asistent pa lidhje ta jap një replik ose një aktor që është double, kupton, edhe ti ja jap atij replikën, por ai nuk të rrin. Ka pas fatin të gjithë kanë ndajt në kundër replik. Ma kanë dhënë kundër planin, energjinë. Ka pas fat jashtëzakonshëm. Do të thotë që aty është ai.
Aty është originaliteti ndoshta. Nuk është largu. Edhe Depardieu ka pas ndajt në kundër replikë. Se ti ja jep replikën, bëhet kundër plani ose bën për masterin, si po flas nga ana Teknike. pak me gjuhë teknike të filmit. Po kam pas shumë fat që kanë qenë bujar, zemërgjan. Edhe qysh më thon t'jepnin jo vetëm mbështetje, po ishin shtylla. Kuptimin e plot fjalës. Hajt, luajmë bashkë, se nuk e di se çka ndodh. Edhe reagonin. Reaktiviteti janë prezent. Te aty e menjëhershmja. Se që aty luhen gjana, domethënë. Për ata njerëzit identifikohen me një lloj vërtetësie që shohin në ekran ose jo. Ai fekizmi që është shumë i përhapur. Është mashtrues. Edhe njerë ti po nisi më mundu me rrajt kamerën i të rrajt i gjithë vetë. Në shtu kom pas fat me këta aktor të jashtëzakonshëm, aktor dhe aktore të jashtëzakonshëm ashtu. Po gjithsesi u përmend edhe imazhi pak më herët, u përmend që edhe kur merr role, domethënë ke një lloj reagimi kur e sheh se çfarë roli po merr. Filmi Tekën u komentua edhe për imazhin ndaj shqiptarëve. Edhe me thënë që sado kudo është një imazh jo pozitiv për vetë shqiptarët. Po si u prit fillimisht nga njerëzit përreth edhe sa e vështirë është kur ke një rol i cili mund të jetë pak i tillë, domethënë negativ për identitetin tënd, domethënë për vetë personat që vijnë nga origjina jote. Edhe njërë, pikë më këthejmë fillimit se ndash me hedh, me refuzu. Po, është një pikpyetje, natyrisht është pikpyetje. Por, qemi edhe, sinqert, në kuptim që ka qenë vetëm një film aksione. Nuk kemi të bëjmë film autorësh, po shëdi se çka, tash të vinë në thellësi metafizike dhe se kjo sa i përket se aty imazhin më të keq e ka policia franceze, ti më të qartë. Policia franceze është shumë më keq edhe se ne. Qemi shumë të qartë, është film aksione dhe në atë kuptim ka qenë edhe më i lehtë për më bë. Ndërsa më sandej se që shqiptar, shqiptar le të punojnë vetëm me imazhin e vet. Se nuk kemi nevojë tash në mi ma thellë muhabeteve, nëse do me hi muhabeteve ma thellë, pse kur unë shkova në Burgjë të Parisit me një ndihmon i shoku tim avokat, po më thot një koleg nga Afrika, po më thot Arbeth, sa milion shqiptar jeni? I thash vallaj për zonin 1, 2, 3, 4, 5 milion në përbot ndoshta jemi 10 milion. Ne ti të më qysh, po më qysh, sa po çish është e mundshme ta si është një përkthyes për gjuhën kineze, tonë ata kinezë ta janë. Është një përkthyes për gjuhën e vet pël që e flet në Afrikën e Perëndimit. Një përkthyes për ata tha pse tha jeni tha 5 përkthyes shqiptar tha ju aty tha unë kom menduar se jeni më shumë se sa kinez. Ti më sinqer. Dhe të shtë mundë me folë sa dush për rreth. Po ka diçka që duhet me pyet na vetveten tonë. Për imazhin tonë le ta pyesim vetveten tonë, le të punojmë gjithë për vetë. Gjithë, edhe politikanët, edhe ne të artit, sekullarisht më na gjujt neve më na thona ti pse po e bën ato, ti kështu e pse ti kështu. Pastroj burrin tonë ja pastroj, pastroj rrugë, pastroj vendin, mos andaj flasim. Po sa është e vështirë kur je shqiptar, domethënë me depërtuar në tregun hollywoodian ose në tregun ndërkombëtar, kinematografik. Kjo besoj se nuk ka lidhje fare, ai është shqiptar si është shqiptar. Nuk kanë lidhet me vertikalitetin. Vertikalitetin e punës, lidhet me punë, me djers. Arti ka këtë gjatë bukur se kur është i mirëfillt, thjesht përçon. Natyrisht në hapësirat filmi ka ato kërkesat e veta, i ka janë disa parametra që një periudhë për shembull është pak më ndryshe. Një periudhë tash për shembull kohën e sotshme globalizimi e ka bëu efektin e vet. Po ka më qenë edhe kundër globalizimit që ka më ndodhur. Besojmë këtë, sepse globalizimi ka ndodhur një lloj uniformizimi i gjitha gjanave dhe e keni pa filmat i ngjan shumë njëri tjetrit. Kështu që janë humb veçoritë.
Dhe sa më i veçantë, sa më të shumt, sa më të veçantë runte atë, si më thon, atë autenticitetin tonë. Besoj ka më qenë më interesant ka më qenë më interesant për atë tjetrin. Kështu që ka një problem në hapësirën shqiptare, sepse nuk ka ende, si më thon, mjaftueshë, po janë duke u zhvillu. Vërtet nuk është edhe aq problem, se normal që kemi qenë edhe getoizum shumë gjatë, janë procese. Procesi më i madh, problemi më i madh është vërtet pse qasja nga këtu, nga hapësira, unë kam pas fatin me qenë në Paris, kam pas qasje më ndryshe. Ndryshe. Edhe qasja e kemi vazhduar të gjithë, nuk jam i vetmi, domethënë. Në atë kuptim unë vetë kam zgjedh me vazhdu punën në Evropë, në momentin kur pas një mini mundësi për me ndajt një, sepse më flisnin më shumë filmat ose në këtë hapësirën evropiane, ose në hapësirën autoriale, kisha thonë. Se ka skenar, ka filma shumë bukur edhe për Ballkan, dhe thjesht o Eliana, është shumë thjesht kjo punë. Se tash ai amerikani s'ka më shkruajt për ty, mo. Rolin për ty, do të thonë, ose skenarin, se ne aktor çka dojmë role. Se jetojmë. Zia ki pa filmin e Bergmanit, Fula 7. Well, ja fillon. Është një aktor, ec, edhe është vdekje pas ti. Ky mundohet me ikë vdekjes. Ik, hyp në majë të lisit. E vdekja thot, hajde zbret poshtë, ter dakiki. E thot, jo, se kam edhe një rol me po, çfarë roli ke po, tana rolet i ke po, se ter dakiki. Kështu që është ajo pafundësia e dëshirës për me kriju. Për një kthy pyetjes tonë, është shumë e rëndësishme që të zhvillohen një platformë gjithë shqiptare. Është vitale. Është vitale që t'ju japet mundësi mas pari skenaristëve që të krijojnë. Mandej edhe produksioneve bashkë me regjisor, e me gjithë ekipin edhe ne aktorët, që platforma gjithë shqiptare është një mungesë tmerrsisht e madhe, edhe jemi tmerrsisht të vonuar. Edhe nuk ka asnjë hap konkret që kjo të bëhet. Është pak e trishtueshme, sepse kjo do i ndihmonte gjithë të rinjve. Po edhe në vërtet do i ndihmonte gjithë njerëzve në botës në filmet edhe televizionit. Ju përmendët që keni refuzu role. Jam shumë kurioz di çfarë rolesh keni refuzu dhe pse i keni refuzu këto role. Kur kanë qenë tepër të shtrëmbruar politikisht. Kjo ka pas punë me Serbi. Natyrisht. Mirë, po ndodhi një sa shumë bukur, refuzova rolin, ndërsa ai regjisor që sot është i njohur në Francë, është regjisor shumë mirë. Mas andaj kish pas ndryshuar skenarin, edhe pëlqeu shumë. Unë se bona rolin, sepse po e kish pas bërë kundër efektin. Ua, pas ka pas ndikim, domethënë ai refuzimi që e keni bërë. Po ka qenë refuzim, kjo ka qenë një nga refuzimet kështu, po çka din ti? Edhe po ja them, ka qenë për trafikun e organeve, çka din ti? Pse e ki vendos këta, no? Edhe ai kish pas ndryshuar krejt, mas andaj, kish pas bërë kundër. Po, çfarë kompromise nuk bëni ju në skenë, në art? Ndëgjoni, më duket që ka një gjë shumë të bukur. Kjo çështja e kompromisit. Duhet me konë, si ka ajo, është e fraza e kinezëve të vjetër që e përdor Tarkovski të pasqyra. Pema e drejt, po që nuk lakohet, është pema e vjetër që thyet, një herë ka me thy. Është pema e re. E gjallë, ajo e jeshilta që lakohet edhe rritet, është plot gjallëri.
ndoshta si i ri, gjithmonë kam pas atë idenë që jo duhet kështu sepse kjo është ajo vërtetësia. Mesanë me kohën e sheh që e vetmja gjë është lakushmëria është po ashtu e nevojshme. Elasticiteti është po ashtu vital, si jep gjallëni të gjithës. Unë kam vetëm një gjë, domethënë që është natyrisht subjektive, është vërtetësia. Po s'patë vërtetësi, gjithçka duhet kështu, si lloj, si efekt. Kështu që vetëm me vërtetësinë mundohem mos me bë asnjë kompromis. Po vërtetësia i ka edhe ja kanët e veta. Si shini ju sinqeritetin? Sa është i rëndësishëm sinqeriteti? Sidomos në këto profesione si ky juaj. Sinqeriteti. Nga njerë është ma mirë mos me i thonë sanët. Se tek e fundit secili ka për shpirtin e vet. Nëse dikush me të vërtet lun, bishtnon me sinqeritetin, çka më i bë? Më ka ndodh me u trishtu. Sidomos miqësi. Miqësi ndoshta është më e prekshmja. Se bret. Kurse bret bjen pak si rom. Po duke njerë më mësua dhe me ta. Kur te kalohet është gjë e bukur. Kalonën se është një fjalë, po kthehem te një proverb e vjetër. Njeriu vdes ose i ranë sa bjeshka, ose i letë sa pupla. Shumë e bukur. A investoni ju shumë në miqësi? Nuk investoj, se investim më duket pak si ekonomike, si shprehje. Po edhe mos më dash me investu, më thoni se është thjesht baba jam ndjes pas. Ja me ti pas shpirti. Ka pas insan shumë të bukur. Edhe mos vdekjes ti. Më ka ra punë të me shku, ose anë me taku njerëzit gjithmonë dilqin miqt e ti. Në thonë mi, gjithmonë më ka ra, edhe në për vendet ndryshme të botës më rot. Ke qenë djali Abdul Baraktarit. Në thonë, edhe ju zdriqishin sytë, kur meshin me si djali ti. Që dhe më thonë se miqësit që ka pas kanë qenë miqësit që po thurë me si ujtë sinqerta, shpirtënore. Kështu që edhe mos me dash disi, diçka më ka kalu. Edhe s'ka gjë më të bukur se sa miqësia realisht. Është më e bukur është edhe dashnia, se dashnia është ndoshta nëltësimi i miqësisë. Çfarë është dashuria për juve? Dashuria? Fluturim. Pezull, nar. Si në ëndra. Herën e parë, atë ka rënë herë me fluturu në ëndra? Po ta bëj si që është pikë. Në mënyrë metafizike? Jo, në mënyrë konkrete. Ti po ëndra ku fluturon. Po. Qështu ka dogma s'ka? Zakonisht në ëndra që i kam pa, ku kam qenë në ajër, ka qenë ndoshta kanë qenë pak skena dhe
jo gjithmonë shumë të bukura, ndonjëherë ka qenë edhe kështu rënje e lirë që nuk e nuk e kupton pse po bie. Edhe të duket ajo ndjenja që të gjen ndonjëherë e keqe, po gjithsesi tani s'po më kujtohet kur ka qenë era e fundit që kam pa ndonjë ëndër që kam qenë kështu në fluturim me sipër, po është gjendje e lirë, gjendje lirie. Tamam. Gjendje lirie. E një ngjësie peso. Pas qa. Herën e parë kom pa ëndrrën e parë, njëjtë ka qenë deso u qova, po gjithmonë kur kam fluturuar në ëndër më kon bjeshk. Bjeshk është interesante. Dhe ato bjeshk përzihen nëse del aty, del edhe Himalaja dhe bakon aty po del në ëndër. Po ajo ndjesia e lirisë absolute. Për mua dashnia është ajo. Kur don pa kursim. A ndiheni sot i lirë? Është me qaste kjo. Sa jam i lirë vish kur e burgosi veten. Çka është liria për juve konkretisht, domethënë? Kur ndihet Arbeni i lirë? Kur jam dashni. Të ju jeni i dashuruar për Jam. momentin. Me një artiste? Me jetën? Natyrisht, është dashuria edhe me artisten, po edhe me jetën. Edhe me fëmijët, edhe me miqt, edhe me armiqt. Si ndodh kjo me armiqt? Jo, ka një element, do me thonë kuptimin që në konfliktet, po flasim për konfliktet. Gjithmonë mësë ndaj është kjo kthimi të vetvetja. Që kur ja lejon, do të thonë kur hin konflikti ndodh për x arsye, mund të ndodh për x arsye, janë parametra që është kjo ajo që thotë kompromisi, jo kompromisi, dhe vjen konflikti. Dhe ti vjen konstatim mësë ndaj po prit. Apo ja lejoj unë atij me ndjell brenda meje i dhënim acarim derisa me shkullët e shkalla urrëties. Nëse unë ja lejoj atë shkallë vetes, të dhënimit, acarimit edhe urrëties temit, do thot pas kam diçka unë brenda vetes që se pas kam qaruar me veten time. Edhe kjo lidhet me dashninë, se po e patë dashninë absolute, atë dhënimin, acarimin, urrëtin kemi shpërla. Këta ka më të bukur, ndoshta e ka bote, nëse s'ka bote, ka qenë zbutësi syve syzymryt. I dërish. Jo, ndoshta jo të kjo, titull ndoshta gabova ka për gjarprin, se janë tu e lyp në shtëpi, ju ka ndodhur një dhunim, përdhunim. Është përdhunu një femër në shtëpi. Edhe këta dalin nëpër fshat, nëpër male, nëpër kodra me e gjetë dhunusin. Ka pe nxane, ka pe kosën, ka pe shpaten, ka pe pushkën, lype ku është ai që na ka bo këtë rënd. A dini ku kish pas qenë? Përdhunusi? Branda në shtëpi. Ndonjëherë kemi armikun shumë afër vetes, a? Nëse s'po flasim edhe se me qenë se jemi prej Kosovë, kemi përjetuar gjithë ato gjëra, ky vend ka përjetuar gjithë ato gjëra, e dim që kush na i ka bëu ato punë. Ato krime, ato spojime asaj, po ka diçka që do të thonë ne mund ta kullojmë vetveten nga që mundemi. Atë ka ndodhur ndonjëherë në filmat që ke qenë aktor, ku ke marrë pjesë, që ndoshta një traumë të kaluarës të ndihmoj në rol? Kjo është pyetje shumë. Është pak e nuk mund ta llogaritësh, s'mundesh me llogarit. Dhe në atë moment është më mirë mos me llogarit. Duhet me përgatit veten që kur të vjen, natyrisht që më ka ndodhur. Dhe përkundër që ka dalë ndoshta edhe vetë e kam shtirë me pa atë skenë kur e shoh se e di nga për brenda pse ka dalë, po e ka kap kamera. Edhe jo çuditërisht, për atë film ka marrë ndoshta më shumë të çmime. Nga njerëz që nuk e di, edhe shumicën e kohës biles nëpër vende që s'kan lidhje. Ka qenë një film i veçantë, ku më ka dalë një pjesë nuk kisha thonë traum, po
një copë e jetës, domethënë që e risjell që nuk mund ta risjellësh saktësisht, por është diçka nga ato emocione që vijnë. Do të thotë ato emocione që kanë pas dëgjoni, çka ka ndodhur s'mundesh kurrë me sjell saktësisht. Për hafër. Roli i aktorit është që të përqoj nga ana e energjisë, nga ana e emocionit dhe nga ana fizikalitetit. Edhe ajo përzierje e atomeve e sjell te publiku identifikimin e ndoshta, kur ndodh kjo është e mrekullueshme, katarzisin. Wow. Po, të qenit aktor të fut në shumë botë ndryshme. Ndoshta edhe në botë që nuk të ka rënë ti përjetosh më herët, në botë që nuk i ke njohur më herët. Më herët e përmendëm edhe Erosin. Sa është i rëndësishëm Erosi në kinematografi, në art? Po, çka është jeta pa erotik? Të flasim sinqerisht. Ne kemi një thesar të pabesueshëm këngëve të vjetra ose të reja, se ka njerëz që krijojnë ende, do të thotë, çka është dita po bile pak shije erotike. Është përdyshe ngelet e thatë. Me shku në absolutën, edhe të përshpirtnimi, përshkaj pak ndoshta edhe të feja, për me thellë, edhe feja. Besimi lartë ka një lloj dozimi, ngjyrimi, pothuajse erotik. Ndoshta pak mos po bëhem këtu pak blasfemues, po jo, se më ka rënë me bisedu, meqense po flasim për këtë, po flasim. Më ka rënë me bisedu për një film, ka pas fatin se filmat takon njerëz të çuditshëm, ka pas fatin me taku një prift dominikan që ishte përqeqës për hetimet që bëshin në problemet e murgjerve që kishin ata në vllazërinë e tyre në 170 vende të botës. Problemet, flasim më shumë njëra, problemet abuzimit seksual. Ka qenë një përvojë jashtëzakonshme bashkëbisedimi me ta. Tash nuk po i them se çam ka thonë se s'ka rëndësi kjo punë. Po, domethënë, nuk mund të anashkalohen ato gjëra. Nëse po i themi pak erotizmit më të bukur atij erotizmit edhe falë zemër se kam të pyet. Epigramet erotike të kohës Bizantit, që Sokol Qunga i ka përkthyer shqip. Kur që flasim për Bizanti. Okay? Bizanti për ne është një kohë e errët, mesetare, kështu që s'ka guxoft kush me bëu kurrë. Kisht poezi aq të bukura erotike që janë që ne ka sjell si thesar Sokol Qunga. Do thonë edhe ajo kohë që mendoj që ishte më e errta erotizmi ishte i jashtëzakonisht prezant. Arpem, se vazhdojmë ta shohim seksin vetëm me perversitet, me banalitet, po nuk e lidhim me erosin, me artin, me poezinë. Kjo është çështje individuale, mendoj. Ajo si çdo gjë është gjithmonë kjo ana thot unë ka pas shënju në Kur'an kur do të shiko, është dita, është nata, është dielli, është hona. Mendo. Çfarë ti bësh tash? Jo, si përfundimisht ka një lidhje
e keqja me të mirën, e mirë me të keqen, nuk e di. Por krijimi i sidomos në poezi, në muzikë, besa që edhe në film ka pas krimi të jashtëzakonshme të nuancave erotike, domethënë që të nalsojnë, ta zbukurojnë edhe ditën. Tash kjo që është ja perversitetit, që një mendoj se është e pamundur, mendoj që Marko Aureli ka pas folë për këtë, për pamundësinë e përmirësimit të shpirtit njerëzor. Shpirti njerëzor ka qenë, është dhe do të jetë ashtu siç është. Do thotë, gjithmonë kemi pas një vrasës, një pervers, një shpion, kemi pas një bujar, një të dashuruar. Po të gjithë ta shpirta në vërtet janë edhe në veten tonë. Tash më varet se çka zgjidh ti me u bë. Më varet se cilin shtrat, cilin rrjedh, në cilin rrjedh e çon shpirtin tonë. Kjo është mendoj që është individual. Alben, cili është raporti yt me mbinatyrshmen, me Zotin, me metafizikën? Për burrat në meshkujt, po duke mi mush, ndoshta si edhe ato shpirti, aty që thonë bën 40 ditë me dal shpirti. Mo dash mi mush 40 vjet, një nis me hy pak ma thellë dijes spirituale, dijes shpirtnore. Edhe më rrafsh ka mush 40, disa ditë më vonë, ta nis me lexu këtë librin e bukur, librin të vdekurve tibetan, librin e jetës dhe vdekjes tibetan, mandaj kam lexu Dhjatën e vjetër, Dhjatën e re, Kuranin, pas hiç edhe me kështu, mu ka pas bo kryt. Po natyrisht mas andaj këtu janë vetëm libra, është konkretja, ajo lidhja konkrete që është e rëndësishme. Edhe pa ta pyet një shkencëtar francez një moment, një sand. Kem pas fatin mi kur bëshim konsultat politike, kishim dhe shkencëtar që na vinin. E dini, ajo vrima e zezë. Tashi, ju e dini që çka ka është dritë matet me kohën. To drita është kokë, apo jo? Tash, ju lutem tash, ajo vrima e zezë, do thotë në vrimin e zezë nuk pas ka kohë. Busqeshi kështu, edhe po më thotë, është tha, zbulimi i fundit që është bërë, se edhe brenda vrimës zezë, pas ka pak dritë, pas ka pak kohë. Po mbi natyrshme është e pafundshme. Edhe natyra është aq e përkryer, sa është e pamundur të mos të besosh në mbi natyrshme. Kemi fatin aty në atë shtëpinë tonë, në atë kodrën tonë, ku jemi vendosur kur zgjohemi në mëngjes e shohim atë natyrë. Se kemi fatin me pa larg, kemi fatin me pa babatumorin e sezonin, ku dion, ças shohim. Ti nuk mundesh para gjithasaj bukurie, para gjithasaj fuqie të natyrës. Po jo vetëm larg, po edhe poshtë në tokë, se çka ndodhi vetë po gërmova vetëm pak. Sa gjallësa, sa krijesa, gjithë ato insekte që trahin. Çfarë janë? Nuk mundesh me mbyll syt para saj dhe me thonë që s'ka kur gjohë, është vetëm nuk e di, diçka ka. Po vdekjen e ke frikë? Kush se ka vdekjen frikë? Thani miku im, është i regjisor, i vjetë kështë.
sa të mendoj për vdekjen, ai është më afër, ç'më thoni, ka gati 90 vjet, apo sa të mendoj për vdekjen, sot shurrë. E ka afër. Jo, që më varet si e përgatit, tash se ton jetën, jeta është jetë, vdekja është vdekje. Vdekja është vetëm pjesë e jetës realisht. Po e mendua mirë. Po kolla është me thonë nuk e kam frikë. Normal që kur të afrohet dakiki i shpirtit, ta është tjetër gjë. Nuk e di, e shohim. Po, kryesorja është me jetu, me gjallënu, me lojnë, ka thonë ta pleqë të vjetër, me lojë shajt mirë. Dua të edhe të një temë që është interesante të diskutoj me juve. Më intereson se dia jeni feminist? Nuk besoj që jam feminist. Me vetë dashnin teme, nashta, nuk e di, unë laj enet, lesëm për fëmi, jam su me bo pite. A jam machist? Patriarkal? Me si që jam rritë një strukturë të qilë, po ajo struktura dhe mund të destrukturoj. Dëgja mira shumë thjesht, trop shkorç që gjendja e femrës në hapësirën shqiptare në kohën kur më arrit ka qenë të mëdha. Shpresoj të jetë përmirësu pak. Sa vite keni jetuar në Kosovë? 14 vjet. 14 vjet. Po. Dhe për te asaj, kur kujtohet nana, gjysha më vjen me kajt. Pse? Po kanë hek. Kanë hek shumë. Kanë hek të mërsi shumë. Edhe motrat të mia. Shkatun po folin ashtu kështu, shumë. Se kanë qenë ka aspekte të jetës, ka pas aspekte të jetës ku kanë qenë vërtet respektuar, nderuar e këtë, po prap nga ana praktike, baba jam për shkak të sekond fare, isha ai kon shumë ka luftu kështu me shpirt për mi shtipit më kara me taku njerëz domethënë që ka rrit mi bind familjet me i vajzat për shkolla. Edhe po flas nga ana praktike, ai ka qenë për shkak shumë feminist ndoshta se unë se kom pas atë problematik, si më thon. Po kjo në përgjithësi Eliana jeti feminist. Unë jam. E që të më thonë me kom feminist? Po kur beson të barazia? E kjo bukur, po, kjo aty po. Kur beson të kliria? Do me thonë, se feminizmi zakonisht njerëzit e shohin si koncept frikshëm. Ndoshta për shkak të ignorancës, për shkak të mungesës njohurive. Po e përmendet, do me thënë, ndoshta disa njerëz janë në mënyrë të pavetëdijshme feminist, edhe pse janë shumë kundër feminizmit. Ju vetë përmendet që në shtëpinë tuaj ekziston një farë rendi ku ka ndarje të roleve, jo stereotipizuese, jo role gjinore, por role që i përkasin të dyve, të dy partnerve. Po, nesër unë kom fatin me tu me një krijuese, domethënë që as nuk më vet. Domethënë thjesht është vërtet nuk është as nuk më vet, po vërtet është ai krijimi që ti e ndjek krijimin. Dhe aty nuk ka më të është ai jeti burra mashkull, ajo është shumë mashkull se sa që unë femën ose e kundërta. Nuk ka s'ka rëndësi. Po kjo është ndoshta diçka ai rrugtimi me fat që kemi. Por në përgjithësi ka po flas në përgjithësi në hapësirën shqiptare ka pas shumë kufizime nga dhe është që po thua ti sa më shumë të barazohen gjanat, sa më shumë në gjitha fushat vërtet se nuk mund të qenë vetëm një fushë, se po të vetëm një fushë. Po janë disa gjëra domethënë që natyrshëm dikush i bën ma lehtë se sa dikush tjetër. Ti s'mund të flasësh sot për feminizmin ose për konceptet si feminizmi nëse nuk i
analizon edhe rrethanat e jetës, Po. se në rrethana kur ti lufton për ekzistencë, feminizmi duket një koncept i paarritshëm. Kjo do me thënë, gjithmonë duhet të analizu dhe konteksti kohës në cilën jeton, sepse normalisht tani ju jetoni në Paris, dhe jeni edhe në lëvizje, jeni dy artist, jeni botë të ndryshme. Në Parisi raport... shumë ma shumë maqis se sa çmendohet. Është shumë interesant, se do mendonim se ashtu, por në vërtet realisht më ka ndodhur duke bisedu, duke është shumë më delikate kjo punë dhe ka qenë aktivistët e feministit francez të jashtëzakonshme që i kanë sjellë gjana, i kanë ndryshuar edhe atje. Se gjithçka ka qenë si më thonë, paracaktuar nga rrjetet e përparme. Edhe për neve ka qenë rrugtim, se na drejtën e votës në shqiptari e kemi pasur para Francës, të femrave. Po kjo nuk do të thotë që femrat ka qenë më të barazuar në hapësirën tonë se sa në hapësirën e Francës. Ka qenë një gjithë i proces. Dhe uroj që ky proces të vazhdojë, por që barazia të arrihet në mënyrë ndoshta më natyrshme. Natyrshme është pak problematike, sepse nga njerë duhen disa veprime pak më të radikale, nga radikalizmi. Po, pak më radikale. Po gjithsesi tani edhe së fundmisht edhe kjo aktoria me origjinë nga Kosova, po që është në Francë, Luana Bajrami. Luana, zemër po. Ndoshta edhe njiheni. Kemi punuar bashkë. Kemi punuar një film bashkë, bile kemi ka pas fitu filmi Arenik Beqire. A short trip, që pa të fitu Luanin në art për film të shkurtër në Venecia. Kemi punuar bashkë me Luanin. E jashtëzakonshme dhe i uroj. Po si duket kjo për shembull, lexova u diskutua në rrjetet sociale nga disa faqe që nuk po përmendet gjithkohës Luana, suksesi i saj, mirë po nuk përmendet filmi, i cili është film me background LGBT, do të thënë queer, dhe nuk përmendet tematika, do të thënë anashkalohet tematika, po gjithsesi manifestohet suksesi i saj. Si shihni këtë fenomen kur disa tematika mundohen të anashkalohen? Kjo është mendoj që thjesht nga ignoranca. Mendoj që po nuk e di, personat se nuk i kam ndjek këto, veç isha shumë jashtëzakonisht i gëzuar për Luan, për ekipin, për gjithë, domethënë fenomenale, domethënë një gjë shumë e bukur. Nuk besoj që ndoshta se kanë pas filmin, besoj. Mendoj që nga ignoranca thjesht. Po për ta mbyllur këtë pjesën e feminizmit, vetëm doja t'ju pyesja edhe një gjë të fundit e përmendet nënën tuaj. Cili ka qenë raporti me nënën tuaj? Keni qenë i lidhur, i afërt? Çfarë raporti keni pasur me nënën tuaj? Po nëna ka qenë, ç'është më thon, shtylla dashurisë. E ka pasur shumë vështirë nëna. E shumë vështirë sepse ishim 9 fëmijë. Wow. 9 fëmijë, baba ka vdekur shumë i ri. Edhe kështu që ka pas një domethënë, imagjino tash një non vetëm në vitet e 80-ta, mi rrit 9 fëmijë. Kështu që e kam gjithmonë një lloj si po një lloj dhimbje. Po ka qenë jashtëzakonisht shumë e afërt. Të që kemi pas, ne të vegjlit, na ka marrë më shumë rreth vetes. Edhe kemi pas një moment gjatë verës, këta të mëdhajt kanë shku, kanë qenë vërtet i kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin, na kanë ndihmuar edhe neve jashtëzakonisht të gjithë që nga Arifi, Shevqeti, Drita, Motra, Amneu, Abdeu, Rebzeu, Fertita, Lendita, është Motra vogël. E tash në të vegjlit, kur ishim bjeshk, kemi kaluar ndoshta një 3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit, ato 3 muaj bjesh kanë qenë kujtime të jashtëzakonshme, se ishim vetëm 2-3 me nanën. Edhe natyrisht ishim shumë të afërt në atë periudhë, se në bjesh kishim as televizor, një tranzistor e kemi pas, domethënë që aty ishim. Plus koha është interesante se folim pak për dritën kohën. Koha ishte shumë e gjatë, se zgjoheshim në 5 mëngjesit me i përcjell lopë në bjesh, ktheheshim
Mbyllim thënë nana flej pak se të rrit gjumi. Unë jam kon si dres, më saj ke gjumi. Edhe lexojsha shumë, kështu që kam pas një lidhje shumë të bukur, kemi ca kujtime të bukura me dy motrat edhe vëllau tjetër që më kon pak më të vogël. Ta asaj kohe që kemi kalu bashkë në bjeshk me nanën, edhe me kushit nana rrinte i bonte punime dorës. Jashtëzakonisht bukura. Punime din ato punimet me një krabës Po, që po. vonë, bënte edhe teshat e katunit. Me ato edhe rrinte me shoqet e veta në kodrën përballë, një lunim për rreth. Zakonisht kur mërzesha mërsha i libër që në romanin pas baba ka pas një bibliotekë të jashtëzakonshme. Edhe kështu kum pas romane lexosh. Vazhdoni ta keni nënën apo nuk jeton? Jo, ka ndru jetë, kështu. Po, ju e përmendet tani një fragment shumë interesant edhe shumë idilik, domethënë shëtitje në përbjeshkët të rrugovës, edhe momente që keni dalë shumë herë që në pes, edhe raportin edhe me kafshët, me lopët që i përmendet. Po si ishte ky tranzicioni, domethënë kur shkuat në Paris, në një kryeqytet kaq të madh, sidomos kur jeni rritur në një vend që ka qenë domethënë afër maleve, si një lloj Heidi që shkon në Frankfurt. Nga malet e Zvicrës. Po, tashi s'kisha thonë fjala idilik se nganjëherë më uqun 5 mëngjesit, masi nana i mjel ke lop, mi për cilë rrugës për pjetë. Gjithmonë akon një lop që shkë ke pak shtram të rrugës, hajde marrë edhe i lejshim atje. Në fusha edhe, po nganjëherë më burri dhaut nuk i dije se çka ndodhte se nganjëherë nuk ktheheshin. Po do ke me i lyp malit, masi i ke dielli, masi përëndon dielli shumë interesant, tjerri vjen shpejt. Se kodrat janë më ndryshe, po kodrat më shpejt. Ku. Sa zhurmë malit kur s'bëshë të poshtë, një zhurmë vogël që harusha, i ke vrapi ke zemra shkë të themra. Kështu që ka pas, domethënë ka pas, po ka qenë thjesht ka qenë jeta që kemi pas atëherë. Dhe me shok Fadilin, Ismetin, shokët e bjeshkës, me thonë. Momente të jashtëzakonshme. Lojra që kemi pas lojët me kruta. Me shtaga, me shigjet, me këto shtizat që i gjunim lartë. Ke pas edhe me sfime në i konflikte, po në përgjithësi ka pas një thash, nuk arrit do ta të besoj pse aq shumë kujtime më vinë. Pse koha ka qenë si ma e hap, si ma e gjatë. Edhe po ka ardhur vllau në atë kohë, ka qenë bilet sera e parë që kam hip në tren, në 14 vjeçar, kam shkuar në Sloveni. Ndryshime ka qenë rrënësor, normal. Dhe më ndaj në Paris, po valla hajdi në Paris. Ja, ka qenë natyrisht. Atë mungonin malet në Paris. Po gjithmonë kam mungu. Gjithmonë. Kam vazhdu biles e kam ende pak si peng. Sa hipin mal vish ndina ma mirë. Eci si dhij, shë gjumë në Mont Blanc, një anane ish me ca shokë, natyrisht, isha i parin, ata ngelen poshtë atje. Tha koke dhij krejt, ishte një git, si që i thojnë tash, udhërrëfyes tibetan, që në udheshke atje. Tha, po, shumë, është ndjesi shumë e bukur, me njërë si jam shpatit për pjetë, më kap një energji tjetër. Domethënë nuk ke shkëput asnjëherë nga rënjët. Kjo është e bukur. Po. Tash në një farë mënyrë jam shkëput, se kam pas gjitha tjetër nëpër ndërtesa, ky urbanizmi është tjetër jetë, po është jetë e bukur edhe ajo, se i ka të bukur si çdo gjë, ka të mirën e të keqen e ka të po sa del diku një mal, një shpat, ndihem krahli. Është i mirë balancimi. Po Arben, për fund doja të pyesja, a është Arbeni pa komplekse? Jo, nuk besoj që ka njëri pa komplekse. I kam edhe ato bëllishët e mia. Po, normal që i kam. Cilat janë komplekset e Arbenit? Jo, ka një sanë që e vrejta, kështë punu një snitch, po një punë jashtëzakonisht veçantë, të kujtesës ndërbrezore, lidhja me
me të vjetrit, të vjetrat, me fëmijët e sotshëm, edhe është një konstatim shumë interesant që jemi pak si është shpartimet. Kam kam një që shëndon një lloj hangër dresh, një lloj vulkani si shpërthen tonë kohën, e mundohem me i zotnu, më zotnojnë më shumë shpërtimet mua se sa unë ato. Dhe bojnë dëm, është se nuk e bojnë shërën vetëm të unë, po për hapen edhe, si me thone, djegin edhe për rreth. Dhe është një gjatë, do më thonë që vjen nga diçka që vetëm kompleksi dhe unë mund ta paqtoj. Arben, shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit e Pa Komplekse, unë shijova shumë këtë bisedë. Faleminderit shumë, Elion. Shumë kënaqësi, edhe miru takofshim në episodin e radhës të Pa Komplekse me mua, Elionin.